Disa njerëz kanë një ndikim të veçantë në jetën tonë, edhe pa e kuptuar plotësisht në momentin kur ndodh gjithçka. Për Xhenetën, një prej këtyre njerëzve ishte ish vjehri i saj. Nuk ishte një marrëdhënie tipike që mund të shihet në filma apo romane, ishte një lidhje e veçantë, e ndërtuar mbi respekt, kujdes dhe mirësi të vërtetë, me deshi shumë, thoshte Xheneta shpesh kur fliste për të. Jo vetëm respekt, por një dashuri e thellë, që nuk kishte nevojë të shprehej me fjalë të mëdha apo gjeste të bujshme. Ai dinte të ishte aty, me qetësi dhe pa imponim, duke treguar një kujdes që nganjëherë ishte më i madh se sa ai që mund të ndjejë nga vetë familjarët e ngushtë. Nganjëherë Xheneta thoshte, ai më deshi më shumë se sa kishte dëshirë për vajzën e tij, e cila ishte vetë nusja e tij, dhe kjo nuk ishte një gjë e zakonshme. Ishte diçka që e bënte të ndjehej e veçantë, e kuptuar dhe e mbrojtur. Ajo shpesh e pyeste veten, si ka mundësi që një njeri kaq i mirë të më respektoj kaq shumë dhe të më trajtoj me kaq kujdes, si një prind për mua. Ky lloj respekti nuk vinte vetëm nga mirësia, por edhe nga një ndjenjë e thellë përgjegjësie. Ish vjehri i saj nuk e shikonte Xhenetën si një grua tjetër, si dikush që duhet të pranojë një favor apo respekt të imponuar. Jo. Ai e shikonte me sytë e dikujt që dëshiron të sigurohet që të tjerët janë të lumtur, të mbrojtur dhe të respektuar. Xhenetës i dukej shpesh e pabesueshme. Si ishte e mundur që një njeri që nuk ishte i lidhur biologjikisht me të, mund të tregonte kaq shumë kujdes dhe dashuri pa kushte? Si mund të ishte kaq i durueshëm, i sinqert dhe i vëmendshëm, si një prind që nuk e ka biologjikisht fëmijën e vet, por që e do më shumë se sa shumë njerëz mund ta duan fëmijën e tyre? Në këto momente reflektimi, Xheneta shpesh falenderonte Zotin. Falenderonte për faktin që ja solli pranë një njeri të tillë, për dashurinë që tregoi, për respektin e pashoq që i dha, për mbrojtjen që nuk e kërkoi, por që ishte gjithmonë aty. Në një botë ku shpesh vëmendja dhe mirësia janë të kufizuara ose të kushtëzuara, ajo kishte përjetuar një shembull të pastër të dashurisë pa kushte. Shumë herë, kur e kujtonte, Xheneta nuk mund të mos ndjente një ngrohtësi të veçantë në zemër. Nuk ishin fjalët e mëdha apo dhuratat materiale ato që i kishin lënë mbresa, por veprimet e vogla që treguan për kujdesje dhe respekt. Një buzëqeshje kur diçka shkonte keq, një shikim mbështetës kur ajo ishte e pasigurt, një fjalë inkurajuese që e bënte të ndihej e fortë. Xheneta shpesh thoshte, ai më trajtoi si një vajzë të vetën, si dikë që meriton të respektohet dhe të ndjehet e sigurt. Më dha diçka që nuk mund të blihet me asgjë tjetër, ndjesinë që dikush ka kujdes për ty. Jo sepse duhet, por sepse dëshiron. Ky respekt, kjo dashuri e pakushtëzuar, i mësoi Xhenetës shumë gjëra për marrëdhëniet njerëzore, se dashuria dhe respekti nuk maten me lidhje gjaku, me tituj apo rolin që dikush ka në familje. Ato maten me vëmendjen, me qëndrueshmërinë, me mënyrën se si një person tregon që e ka për zemër tjetrin. Kur sheh një njeri të tillë, fillon të kuptosh vlerën e njerëzve që zgjedhin të jenë të mirë për hir të mirësisë së tyre dhe jo për interes. Ish vjehri i Xhenetës ishte pikërisht një nga ata njerëz. Një person që nuk kërkonte asgjë, përveç që të shihte se ata që kishte pranë, ndiheshin mirë dhe të respektuar. Xheneta shpesh thoshte se ndihej e bekuar që e kishte pasur pranë. Nuk ishte diçka që mund të harrohej lehtë. Kur e kujtonte, ndjente mirënjohje të thellë. Falenderonte Zotin që kishte takuar një njeri kaq të mirë, një njeri që i tregoi se dashuria nuk është gjithmonë komplikuar, se respekti nuk vjen gjithmonë me kushtëzime dhe se ndonjëherë marrëdhëniet më të sinqerta janë ato që nuk i kërkon dot, por që thjesht ndodhin. Në fund, për Xhenetën, kjo përvojë nuk ishte thjesht një kujtim i bukur. Ishte një mësim jete. Një shembull i pastër se si një person mund të ndikojë pozitivisht në jetën e tjetrit, vetëm me zemër të pastër dhe dashuri të sinqertë. Dhe ky mësim do të mbetet me të gjithmonë si një kujtesë se njerëzit e mirë ekzistojnë dhe se dashuria e vërtetë dhe respekti i sinqert mund të ndryshojnë një jetë.